Të nderuar vëllezër e motra, të nderuar lider të koalicionit Vler, i nderuar i Zekiria dhe të gjithë tjerët të cilët e bënd zërin e shqiptarëve të jetë i bashkuar dhe ndryshimin në qendër në politikën shqiptare e sollët në vendin ku jetojmë këtu në Maqedoni. Kam shtektuar me vetmin qëllim që këti zërit për ndryshim t'i bashkohem. Zëri është ajo klithje që buron nga zemra, e cila ka ide të kthjellta dhe ka njerëz të sinqertë të drejtë, të cilët parimisht jetën e tyre kanë që t'jenë shërbim të popullit vetë dhe idealet e atij popullit t'i realizojnë. Dhe ky është koalicioni Vlen që në këto zgjedhje u afron shqiptarëve e veçanërisht dibranëve këtë ndryshim që ta ngrit nderin, krenarin edhe jetën e shqiptarëve në këtë vend ku jetojnë. Dibra është foleja urtësisë dhe di se fjala në këtë vend ka peshë dhe fjalët duhen të jetë shkurta e të qarta dhe këtij dokje e zakonit kam me i qëndru dhe me respektu. Ajo që duhet të them është shkurt e shqip. Ka dy lloj politike të cilët bëhen shoqërinë tonë shqiptare. Një politikë është politika cinike, e cila politikë cinike në definicion shqip do me thonë me ja ditë çmimin çdo sendit ama vlerën as një sendit. Ajo ka qenë politikë që 25 vite shqiptarët i ka mundu, shtry dhe varfru dhe asaj politike lam të mirë një herë për gjithmonë shqiptarët duhet t'i themi. Dhe politika tjetër është ajo që është reale. Ajo e cila thash buron nga idealet e qartat një popullit, e cila politik buron nga zemra se njeri unë tjetër të afërmin, vllaun, mikun, shqiptarin, të dashurin ton, e kemi mik dhe për atë duhet të mendojmë atë sa mendojmë për veten ton. Të mendojmë për njerëzit tjerë, për rrugët e drejta, për shkollim të mirë dhe për një jetë denjë, dinjitoze në shoqërinë shqiptare. Dhe kjo e ka emrin real politik ose angazhim në politikë që vlerat shpirtërore personale të cilët të jetojmë në veprim politik të shndrojmë dhe kjo gjendet e koalicioni Vlen dhe kjo është zëri shqiptar që na bashkon. Vlerat etike në veprim politike kanë emrin Vlen. Dhe shkurt e shqip do të them. Ki kandidat cilët për aq shumë unë kam fluturu e shtektu që zanin e mërgatës me ndigju dhe mbas këtij personaliteti me qëndru, emri i ti, personaliteti i ti dhe karakteri i ti janë fisnikria e shqipratis dhe mu për atë themi që ndronin bas fisnikut në qoftë se fisnikri shqiptare do të nderoni e respektoni. Emri i pari listës me vëmendje shiqova. Ai cili sintetizon vlerat njerëzore që vlerat e qenjes njerëzore janë afrimi, bashkimi, shqiptaria, mirësia, jeta e përgjithshme. Mbas afrimit qëndroni që afërsinë, miqësinë e dashnisë shqiptarisë të afroni. I fundit në listë ishte me emrin Besnik Verzivolli. Emin. Po një them emrin ashtu sikur e mendoj me cilësit cilët posedon.
Unë ju them gjithë këto vlerat vlenit, në qoftë se doni një jetën politike ti jetoni, qëndroni me bisnikri edhe mbas Eminit që këto të gjitha të realizoni dhe shqiptarët jenë ndershëm, të mbrojtur dhe në listën e bardhë amerikane gjithmonë të qëndrojmë, e listat e zeza të harrojmë. Ju falenderit, Zoti ju bekov.